Përshëndetje. Sot është një ditë e rëndësishme për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Sot kemi në dorë ndryshimin e shumëpritur. Sot kemi mundësinë, përmes votës tonë të lirë, të refuzojmë qeverinë rilindase dhe qeverisjen e Becit që sollën vetëm shkatërrim dhe varfëri për Shkodrën. Të dalim masivisht në votime. Pjesëmarrja e secilit prej jush bën ndryshimin e madh. Një vot ka rëndësi të jashtëzakonshme në ndryshimin e sistemit neokomunist që ka persekutuar Shkodrën në këto 12 vite. Përpara se të votoni dhe të zgjidhni alternativën, mendoni për mungesën e investimeve, rritjen e çmimeve, rritjen e të gjitha taksave dhe tarifave vendore, rritjen e çmimit të ujit, kthimin me pagesë të autostradave të veriut, ndryshe nga jugu që i ka pa pagesë, një diskriminim i pastër ndaj veriorëve. Mendoni për shpopullimin masiv të shkodranëve, të rinjve e të rejave, të familjeve të tëra që kanë lënë Shkodrën për mungesë të shpresës dhe prej thellimit të varfërisë. Të dalim dhe të votojmë. Sot ne do të bëjmë ndryshimin e madh. Fitoria jonë është e padiskutueshme, pasi pjesëmarrja dhe shifrat po flasin qartë për një fitore të sigurt të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Sot është dita që të gjithë bashk t'i kthejmë dinjitetin Shkodrës dhe të dënojmë me vot narkoshtetin e Edi Ramës dhe Benet Becit. Sot ata kanë rënë, sepse sot vendos qytetaria shkodrane dhe jo krimi e droga. Së bashku për ndryshimin e madh. Votoni, votoni, votoni.